Ish-deputeti demokrat Muslim Urrizi ka reaguar ashpër mbi shëndrimet në Partinë Demokratike pas ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Fatosnano. Me një postim të fortë në rrjetet sociale, Urrizi ka kujtuar një ngjarje të prillit 98 kur deputetët e Partisë Demokratike zhvillonin një takim në Pallatin e Sportit në Vlorë, në kohën kur Nano drejtonte qeverinë. Sipas Urrizit, Sali Berisha nuk ishte pjesë e atij takimi, pasi kishte hyrë për herë të parë në Vlorë vetëm në maj të vitit 2000. Ai kujton se aso kohë enveristët bashkë me policinë civile kishin tentuar të prishnin takimin e demokratëve me dhunë. Me tone të ashpra, Urrizi u është drejtuar atyre që sot shprehin dhimbje për vdekjen e Nanos, duke i cilësuar spurdhjak që dikur kishin lidhje me Partinë Socialiste apo komitetet e shpëtimit të asaj kohe. Postimi i plot i Muslim Urrizit prill 98 takimi deputetëve demokrat në Pallatin e Sportit Vlorë kur ishte kryeministër Fatosnano. Berisha nuk ishte në këtë takim se pas marsit 97 ka hyrë në Vlorë për herë të parë në maj të vitit 2000. Shikojeni mirë ju spurdhjak që sot keni kapur prej fyti PD-n, si me nder udhëheqës, si u futën me dhunë enveristët bashkë me policinë civile për të prishur takimin. Në atë kohë një pjesë e juaj ka qenë me PS-n, ndërsa ju më të rinj që në atë kohë keni pasur prindrit antar të PS-s dhe të komiteteve të shpëtimit ku drejtues ishin banditë kriminal. Një kujtesë për gjithë ju, të PD-s dhe opozitës, që keni dy ditë dhe u lodhët duke bërë statuse në Facebook e postuar foto me të ndirin Fatosnano, duke shprehur konsiderata e ngushëllime me ngashërime e lot. Kjo ka qenë panorama pothuajse 8 viteve, 97-2005 e sakrificës së demokratëve për të mbajtur gjallë këtë parti që në 2005-2013 Berisha e qerasi pushtetin me bythetës të kopit që u shndërrua në kokë rajdutësh dhe prej vitit 2013 kanë ikur pothuajse të gjithë në PS ku e kanë rënjën dhe vendin.